Në ambientet e muzeut të qytetit të Kërçovës u hap ekspozita artistike e kolonisë së parë ndërkombëtare të artit Omer Kaleshi, duke kurorzuar disa ditë krijimtarie intenzive dhe bashkëpunimi mes artistëve nga vendi dhe rajoni. Ekspozita prezanton veprat e realizuara gjatë kolonisë të mbajtur në fshatin Qaf, të frymëzuar nga vlerat artistike dhe trashëgimia kulturore që mban emrin e piktorit të madh me origjinë nga Kërçova Omer Kaleshi. Nga shoqata artistike Lulu Art, organizatorja Lulzime Osmani u shpreh e kënaqur me mënyrën e realizimit të kësaj ekspozite, madje duke i tejkaluar edhe pritshmëritë e tyre. Ilir, ishte një javë në Qaf, një mrekulli, një organizim herë e parë që unë jam ndjerë në fillimisht tepër e kënaqur dhe njëkohësisht edhe e emocionuar. Mirë, po doli jashtë pritshmërisë time, ndodhi diçka e bukur që sot e kurorëzojmë me një ekspozitë këtu në muzeun e qytetit tonë. Në këtë ekspozitë ekspozohen të gjitha veprat që ne kemi krijuar brenda 4 ditëve lart në Qaf, dhe gjithë frymëzimi dhe punimet e artistëve janë këtu sonte në këtë ambient. Zakonisht sa i shohim ne këtu janë temat abstrakte, ka diçka edhe reale përzier prapë me abstrakt, mirë po çdo artist pikturoi dhe u frymëzua ashtu si ai deshi dhe ishën të lirë të sjellin ngjyrat, detajet dhe mënyrën se si ata pan gjithë këtë netje në Qaf. Sajmir Strati nga Shqipëria, mbajtës i rekordeve Guinness për mozaiket e çuditshme, pjesëmarrës në këtë ekspozitë, u shpreh se motivimi ishte pikërisht figura e të madhit Omer Kaleshi. Është e pamundur që të mos shprehesh pozitivisht për atë vend të mrekullueshëm, dhe nëse ne kemi pas një ide tjetër, kur kemi mbrit atje kemi ndryshuar paksa, edhe unë ashtu kam bërë, domethënë kisha idenë për të bërë një vajzë me gotën e verës, po i shtova dhe elementet e natyrës që na përfshin për çdo ditë, ishte shumë bukur. Një organizim i shkëlqyer nga organizatorja Lulzime Osmani, motivimi i shkëlqyer sepse bëhet fjalë për Omer Kaleshin, edhe ai është një gjeni i artit figurativ për ne shqiptarët, edhe është krenari gjithashtu. Edhe Afërdita Murtaj nga Tirana u shpreh e kënaqur me organizimin dhe mikpritjen kërçovare. Është shumë kënaqësi për ne që jemi këtu në Kërçovë për herë të parë. Ishte mikpritje e madhe. Vendi ku ndenjëm dhe u akomoduam ishte për ne shumë komod, që të shprehim artin tonë ato që ne aplikojmë, arritëm të lirisht që të shprehim dhe verifikojmë ato që ne bëjmë në studiot tona zakonisht. Ndërsa profesori Osman Qerimi e ka vlerësuar lart organizimin e këtij eventi artistik. Kjo kolonika ka qenë me vite që është menduar, por me qenë që ja arrit qëllimi, do të jemi krenar si kërçovar, kemi pasur një piktor me famë botnore, ku kam rrejat kulminacionin e tij në gjithë botën.